Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, mirë se vini në këtë edicion informativ ku ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Katastrofë kombëtare, rrugët në Librazh vijojnë të fundosen një blindje tërësisht e izoluar. Autoriteti rrugor shqiptar për aksin e bllokuar do ndërtohet rruga e re mbi shtratin e lumit Shkumbin, shembjet në Dragostunj si pasojë e erozionit. Shembja rrugëve në Librazh godet rënd biznesin në Juglindje, rriten kostot dhe çmimet në Korçë. Mbetet në burg apeli gjykator zon kërkesën e kryebashkiakut Erion Veliaj. 4 vjet luftë në Ukrainë, liderët e Bashkimit Evropian në Kiev mes tensioneve me Moskën. Meksika në kaos pas vrasjes El Menchos, 10.000 trupa në terren, 10 viktima. Do të njihemi tani më gjërësisht fenomeni fundosjes dhe zhvendosjes së tokës në segmentin rrugor Librazh Përenjas, veçanërisht në zonën e njohur si Arrat e Gurrës, ka vijuar pa ndërprerje edhe gjatë 24 orëve të fundit, duke bërë situatën gjithnjë më kritike dhe që i ngjan pasojave të një apokalipsi. Sipas monitorimeve të fundit në terren, niveli fundosjes ka arritur deri në 9 cm, duke prekur gjatësi të konsiderueshme të rrugës. Segmenti rrugor që lidh qytetin e Librazhit me Prenjasin dhe me rrugën Qukus-Qaf-Ploç do të vazhdojë pa afat të jetë i bllokuar, pasi edhe gjatë ditës sotme është konstatuar se për gjatë gjithë segmentit të dëmtuar në vendin e quajtur Arrat e Dragostunjës ka patur një zhvendosje dhe fundosje të tokës nga 5 deri në 10 cm. Situata duket tepër dramatike, pasi është kthyer në një gërmallë të pakalueshme edhe për këmbësorët, që prej ditës së djeshme është bërë me dije se po punohet nga specialistët dhe po bëhet një studim për të përcaktuar të ardhmen e vazhdimit të punimeve në këtë segment rrugor. Si zgjidhje provizore, po shihet krijimi një projekti alternativ ku një segment i rrugës do të kalojë mbi rrjedhën e lumit Shkumbin ose përgjatë saj, duke shmangur masivin problematik që ka shfaqur lëvizje të vazhdueshme të tokës. Gjithashtu ka pësuar dëmtime serioze traseja e rrugës hekurëdhore që lidh Librazhin me Prenjasin, ndërsa pasojat vazhdojnë të shtohen gjithnjë e më tepër dhe të marrin për masa katastrofike, pasi edhe një pjesë e lagjes që shtrihet përgjatë këtij segmenti rrugor tashmë ka pësuar zhvendosje dhe rrshitje dhe të paktën 3 banesa thuhet që kanë pësuar dëmtime të lehta dhe që për ditës djeshme është kërkuar largimi i banorëve të familjeve që jetojnë në to. Me bllokimin e qarkullimit, shumë automjete janë orientuar të lëvizin nga rruga malore fshatit Spathar në Librazh, duke ndjekur itinerarin Spathar rruga antike Egnatia Dardh Hotolish për të vijuar drejt Juglindjes dhe Anasjelltas. Banorët e zonës kanë vendosur edhe disa tabela orientuese për udhëtarët. Ndërkaq që edhe pasojat social-ekonomike janë të shumta, pasi prej disa ditësh i gjithë personeli mësuesve të cilët punojnë në shkollat e fshatrave të njësisë administrative Hotolish dhe të Bashkisë Prenjasit, i punonjësve të mjekësisë, infermier dhe mjek, ju duhet një kohë shumë e gjatë për të mbritur në destinacionet ku ato punojnë dhe për të kthyer në shtëpi. Autoriteti rrugor shqiptar deklaroi pas analizës së situatës dhe shembjeve në aksin rrugor Librazh-Pogradec është vendosur të ndërtohet rruga e re mbi shtratin e lumit Shkumbin përgjatë Hekurudhës. Arrësh tha se rruga do të jetë 1.3 km, por nuk ka një afat se kur mund të përfundojë. Ekspertët thanë se shembja e rrugës ndodhi si pasojë e erozionit të tokës dhe atij lumor. Pas bllokimit të qarkullimit në aksin kombëtar Librazh-Pogradec që prej së shtunës, si pasojë e shembjeve dhe paqëndrueshmërisë së terrenit, është vendosur që të ndërtohet rruga e re mbi shtratin e lumit Shkumbin përgjatë linjës hekurudhore, ndërsa ura e dëmtuar në Dragostunj do të shembet. Vendimi është marrë nga autoriteti rrugor shqiptar dhe struktura të tjera shtetërore të fushës pas analizës së situatës, ndërkohë që po vijon mbikëqyrja në terren. Ndërtimi një rrugë të re alternative përgjatë Hekurudhës në shtratin e lumit Shkumbin për të mundësuar kalimin e trafikut deri në stabilizimin e plotë të rrshitjes. Rakordimi menjëhershëm me Hekurudhën shqiptare, Agjencinë Kombëtare të Mjedisit dhe Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore për realizimin e kësaj rruge, prishja e urës ekzistuese, tashmë jashtë funksionit, dhe lehtësimi i ngarkesës në trupin e rrugës së rrëshitur deri në krijimin e një skarpate natyrale që do të mundsojë ndërhyrjen në mjetet e shpimit. Sistemimi dhe disiplinimi i urave sipërfaqësore në gjithë zonën përreth planit të rrshitjes,
Devijimi i rrjedhës së lumit që aktualisht godret trupin e Hekurudhës për të garantuar mbrojtjen e saj për të shmangur përkeqësimin e mëtejshëm të situatës. Gjatë një konferencë për shtyp ARSH nuk dha një afat se kur mund të përfundojë rruga e re 1.3 kilometra e gjatë, që do të mundsojë rifillimin e qarkullimit normal në drejtim të Juglindjes dhe Anasjeltas. Po ashtu ARSH përjashtoi mundësinë që dëmtimi i rrugës të ketë ndodhur si pasojë e marrjes së inerteve nga shkumbini gjatë ndërtimit të lotit të rrugës së re që ishte në proces. Aksi Librazh-Prenjas është një segment me rëndësi strategjike dhe rikthimi i tij në funksion të plot do të bëhet vetëm pasi të kemi garantuar stabilitet afaqgjatë të terrenit dhe të infrastrukturës. Përpara pakishëm po them që ky aks i ri është një gjatësi minimumi të 1.3 kilometra. Kështu që nuk mund të themi një afat konkret kohor. Ndërkohë përfaqësuesi i Shërbimit Gjeologjik Shqiptar Ardian Bylyku tha se arsyeja kryesore e shembjes së rrugës Librazh-Pogradec është sasia e reshjeve të shumta të shiut që sipas tij në 2 muajt e parë të vitit ka qenë 3 fish më e lartë se sasia e rënë për gjatë 2 viteve të mëparshme. Është një zonë që nga pikpamja gjeologjike në përbërjen e saj apo në litologjinë që i themi në gjeologji përbëhet nga shkëmbinj terrigjent, copëzor, inerte. Sasia e reshjeve ka pasur 3 fishin në krahasim me 2 vitet e mëparshme. Është një fenomen që njihet me fenomenin e mbingopjes të strukturave dhe veçanërisht në një strukturë si kjo në formën e hinkës ka dhënë maksimumin e mbingopjes duke rezultuar si faktori kryesor për çedimin e të gjithë strukturës. Sa i takon lëvizjes së mjeteve që kryejnë transport mallrash, drejtori i doganave Besmir Beja tha se është bërë devijimi i tyre në pikat kufitare të Blatës për hyrjet nga Maqedonia e Veriut dhe në Kakavi për hyrjet nga Greqia. Në këto pika është shtuar numri i punonjësve për të përballuar fluksin. Ndërkohë përfaqësues të policisë së shtetit bën të ditur se efektiv të shumtë janë vendosur në pikat kryesore të akseve të tjera ku është devijuar lëvizja për të orientuar drejtuesit e mjeteve. Rreth 30 kamion kryesisht të ardhur nga Turqia dhe të destinuar për të shkuar në portet shqiptare kanë mbetur prej disa ditësh të bllokuar në pikën kufitare të Qafthanës, duke vënë në situatë të vështirë drejtuesit e mjeteve. Kamionët presin të futen sërish në Maqedoninë e Veriut dhe më tej të rikthehen në Shqipëri përmes doganës së Blatës në Dibër. Prej disa orësh ndodhen në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës, ku pas meje mund të shihni radhën e gjatë të kamionëve që presin për të kaluar. Janë 10 mjete të tonazhit të rënd, rreth 30 vetëm në këtë anë, ndërsa drejtuesit e tyre thonë se kanë 2 deri në 3 ditë në pritje. Bir haftadan beri bekliyoruz. Kemi rreth një javë që presim. Na vjen keq, por kemi familje. Unë kam një fëmijë 2 vjeç. U bën 4 ditë që po presim dhe po na mbaron ushqimi, uji dhe kafja. Të presësh në këto kushte është e vështirë. Kemi fjetur brenda në kamion. Nga këtu do të ikim në Durrës dhe me lejen e Zotit të dalim nga Shqipëria sapo të hapet rruga. Evet, pazar gününden beri burada bekliyoruz. Kemi që të diren që po presim këtu, është edhe ftohtë. Duhet të hapet rruga që të çojmë garkesën, po na mbaron ushqimi. Sot me sa shosh vakti i fundit, na mbaroi edhe buka edhe uji. Su yok. Shkak për këtë situatë është bërë devijimi i trafikut pas problemeve në aksin që lidhin Elbasanin, çka ka detyruar shumë kamion të kalojnë tranzit përmes Maqedonisë së Veriut dhe më pas të rikthehen në territorin shqiptar. Më herët kamionët ndiqnin itineraren Qafthan-Elbasan, por në kushtet aktuale, për shkak të shembjes së rrugës tek arrat e Gurrës në Dragostunj, ata detyrohen të dalin nga Shqipëria përmes doganës së Qafthanës për të shkuar në Maqedoninë e Veriut. Më tej, përmes pikës së kalimit kufitar të Blatës në Dibër, përshkojnë në rrugën e Arbërit për të mbërritur në destinacionin përfundimtar. Ky është i vetmi itinerar për lëvizjen e kamionëve, pasi aksi Maliq-Lozhan-Gramsh është i pakalueshëm për mjetet e tonazhit të rënd. Bllokimi i rrugëve dhe vështirësitë në qarkullim drejt Juglindjes dhe Anasjeltas kanë paralizuar zinxhirin e furnizimit, duke vënë në vështirësi serioze bizneset që mbështeten tek transporti i mallrave. Tregtarët raportojnë rritje të ndjeshme të çmimeve si pasojë e shtimit të kostove të transportit dhe devijimeve të detyruara. Situata është përkeqësuar edhe në sektorin e turizmit, ku operatorët turistik bëjnë me dije se rreth 70% e rezervimeve tashmë janë anulluar. Bllokimi i akseve rrugore që lidhin Juglindjen me pjesën tjetër të vendit, po reflektohet drejt për drejt në ekonomi, duke prekur bizneset që operojnë në furnizimin dhe shkëmbimin e mallrave me pjesën tjetër të vendit.
Tregëtarët theksojnë se koha e transportit është rritur ndjeshëm për shkak të devijimeve dhe kufizimeve në qarkullim. Si pasojë janë shfaqur vonesa në furnizim dhe rritje e kostos së transportit, çka ka reflektuar edhe në rritjen e çmimeve për konsumatorët. Po kostoj suar sa për trez, sa të bësh Kocë Lushnjë, të bësh tre rrugën Vajtë Hardhje i bie rruga Maton. Po si s'kan ndikuar në çmimet e tëra, rritje të tëra pa dyshim. 6 orë të vesh, 6 orë të vish 12 orë. 13 orë. Ka raste do flesën ndezë, po si të mall bosh nuk u vjen. Ne me kamionës na lejohet. Lëvizim fare as këtu nga Gramshi tani. Iknim këtu nga Moglisa nga Gramshi, nuk na lejohet vetëm tre përmet te Pelen. Rritën shpenzimet do rritën edhe çmimi. Sasi e mallit vend prodhimi vendesh. Ti biesh nga Moglisa është llaftari, thesa dynjar, malore. Më pas, ndikimi është ndjerë edhe në sektorin e turizmit. Operatorët turistik në Korçë dhe Pogradec raportojnë anullim e rezervimesh në hotele dhe bujtina, ndërsa restorantet flasin për rënje të ndjeshme të xhiros ditore. Në hotel na anulluan 70% të dhomave, po kështu edhe në restorant, s'kishim faj, ishte rrugë e bllokuar. Vetëm pak, shumë një sasi pak fare, erdhen që i ranë nga Moglica, po dhe atje është rruga jashtë zakonisht e vështirë, mbasi e njoh fare mirat rrugën. Sa më shpejt firma, qeveria, duhet të rregullojë rrugët që mos zgjat kjo, edhe po na përsëritet se është e treta herë. E treta herë këtë sezon që ka në rështitë rrugë dhe na janë bllokuar dhe nuk kanë ardhur turistë. Sipërmarrësit shpjegojnë se nëse situata vijon në të njëjtin ritëm, rënja e të ardhurave mund të çojë deri në mbylljen e një pjese të bizneseve. Sipas tyre, kostot tashmë janë shumë të larta dhe në kushtet e vonesave në furnizime dhe rritjes së shpenzimeve të transportit bëhen të papërballueshme. Prej mëngjesit të kësaj të marte, një tjetër rrugë e rëndësishme është dëmtuar seriozisht pas problematikave në aksin kombëtar Pogradec-Librazh që ka izoluar rrugëlindjen e vendit dhe ka thelluar skandalet e Ministrisë së Pezulluar të saj linjës. Belinda Balluku për cilësinë e punimeve dhe tenderimet. Bëhet fjalë për segmentin turistik Boboshtic-Dardh në qarkun e Korçës, ku është konstatuar një çarje anësore e trupit të rrugës që kufizon lëvizjen e drejtuesve të mjeteve në njëkohësi. Autoritetet kanë shkuar në terren për të vlerësuar gjendjen dhe po shqyrtojnë masat për stabilizimin e segmentit, ndërsa kanë vënë në rrugë sinjalistik kufizuese për drejtuesit e mjeteve. Kjo situatë vjen pas disa problematikave të tjera në rrugët e juglindjes, ku rrëshqitjet e dherave dhe çarjet e asfaltit janë bërë të zakonshme, duke ngjallur shqetësim për cilësinë e punimeve dhe për sigurinë e lëvizjes. Segmenti rrugor Boboshtic-Dardh është një nga nyjet më të rëndësishme që lidh Korçën me fshatin turistik të Dardhës. Automotopark ka pësuar shëmbjen në një pjesë të segmentit të tij, ndërtuar vitin e shkuar, projekti ka kushtuar rreth 188 milion euro dhe qeveria pretendonte se do të kthehej në një motor për zhvillimin e zonës. Një tjetër projekt infrastrukturor që kushtoi miliona euro ka pësuar shembjen e Elbasan. Automotopark është dëmtuar ndjeshëm në një pjesë të tij si pasojë e rrëshqitjes së tokës. Deputetja e Partisë Demokratike në Elbasan, Klodiana Çapja, ka denoncuar situatën duke cilësuar një skandal të rënd pasi janë bërë investime qindra miliona euro për automotoparkun e Elbasanit. Një dështim tjetër të infrastrukturës të një ndër projekteve i cili përgjatë fushatës elektorale është trumpetuar me bujë të madhe që do të sillte një zhvillim për qytetarët e Elbasanit, por dhe mbar Shqipërisë. Siç mund ta shihni pas krave të mi, gjendja është kjo, një rrugë e cila nuk ka përmbushur ende vitin, një rrugë e cila nuk ka përfunduar, ka degraduar në një gjendje të tillë. Projekti u prezantua një vit më parë nga kryeministri Edi Rama me një kosto totale për 188.5 milion euro, një kosto stratosferike për ndërtimin e një piste 4.4 kilometër të gjatë. Deputetja demokrate kërkon që të bëhet një auditim i menjëhershëm teknik dhe financiar. Kjo tregon fare qartë një dështim tjetër të infrastrukturës, një keq përdorim të fondeve publike, një keq përdorim të taksave të qytetarëve shqiptar, i cili, siç dihet, tashmë shkon në xhepat e 2-3 individëve. Sipas autoriteteve, projekti ku përfshi edhe një garë për Formula 1 do të ishte një motor që do të gjeneronte të ardhura për ekonominë shqiptare.
26 organizata mjedisore kombëtare dhe lokale i kanë drejtuar një letër të hapur qeverisë duke shprehur shqetësimin për ndërhyrjet në shtratin dhe brigjet e lumit Shkumbin lidhur me punimet për rrugën Elbasan-Librazh-Bushtric, pjesë e korridorit të 8. Organizatat thonë se nxjerrja e materialeve inerte dhe depozitimi i tyre brenda ose pranë lumit po ndryshon morfologjinë e tij, duke rrezikuar cilësinë e ujit, biodiversitetin dhe stabilitetin e brigjeve. Në letrën e hapur drejtuar kryeministrit Edi Rama dhe ministrave përkatës, ato kërkojnë inspektim urgjent në terren, raportim publik, verifikim të ligjshmërisë së punimeve, si dhe hartimin e një plani rehabilitimi për zonat e dëmtuara. Organizatat nënvizojnë se përdorimi i materialeve lumore duhet të respektojë standarde teknike dhe ligjore për të shmangur pasoja afatgjata mjedisore dhe territoriale. Ato theksojnë se ky shqetësim nuk është kundër zhvillimit infrastrukturor, por për një zhvillim të përgjegjshëm dhe në harmoni me ligjin. Lumi Shkumbin mbetet një pasuri natyrore me rëndësi për komunitetet bujqësore dhe stabilitetin ekologjik të rajonit, duke kërkuar monitorim dhe transparencë institucionale. Në ditën e 23 të protestës, banorët e Baksirollit në Velipoj u përplasën me punonjësit e kompanisë së ndërtimit dhe policien që tentonte t'i largonte nga pronat e tyre në mbrojtje të investitorit. Ndonse gjykata e apelit njohu pronar legjitim të një sipërfaqe toke Fisin Malaj, firma ndërtuese vijon punimet në kundërshtim me ligjin. Banorët e Baksirollit në Velipoj vijojnë qëndresën në pronat e tyre, ku edhe këtë të martë janë përplasur me punonësit e kompanisë së ndërtimit dhe policinë. Revolta e banorëve të Baksirollit është shtuar edhe më shumë pas vendimit që mori gjykata e apelit, e cila njohu si pronar legjitim të një sipërfaqe toke Fisin Malaj, ndërsa firma ndërtuese vijon punimet në kundërshtim me ligjin. Kompania e ndërtimit ka vendosur edhe punonjës sigurie në truallin e zaptuar, të cilët po ashtu u përplasën me banorët. Në ditën e 23 të protestës, banorët u përplasën edhe me policinë, e cila tentoi t'i largonte nga pronat e tyre në mbrojtje të investitorit. Sipas banorëve, dokumentet e pronësisë janë falsifikuar nga një person i cili pretendon se ka qenë pronari i trojeve dhe më pas ja ka shitur investitorit për të ndërtuar resortin turistik. Leja e ndërtimit për resortin është firmosur nga vetë Belinda Balluku. Ndalemi mëtej, apeli GKK ka lënë në qeli kryebashkiaken e Tiranës Erion Velia, i cili kërkoi ndryshimin e masës së sigurisë. Velia ishte i pranishëm në gjykat, ndërsa në mbrojtje ishte avokatja e caktuar, kryesisht Valentina Teodorescu. Kryetari i Bashkisë së Tiranës kërkoi një masë më të butë, duke ofruar edhe garanci pasurore. Kërkesa e tij paraqit pas kalimit të çështjes për gjykim që sipas mbrojtjes nuk ka mundësi të prish provat. Erion Veliaj ndodhet në paraburgimin e Durrësit prej datës 10 shkurt 2025 dhe vazhdon të jetë në detyrë si kryebashkiak pasi gjykata kushtetuese i dha të drejtë anuloi dekretin e presidentit për zgjedhje të parakohshme në Tiranë. SPAK mbylli jetimet dhe dërgoi për gjykim dosjen në datën 10 shtator, duke u akuzuar kryebashkiakun për 9 raste korrupsioni, përfshirë pastrim parash, mos deklarim të pasurisë, shpërdorim detyre dhe futje të sendeve të ndaluara në qeli. I akuzuar është edhe bashkëshortja e tij Ajola Xoxa. Në seansën plenare të 5 marsit, deputetët e Kuvendit do të marrin vendimin final lidhur me kërkesën e SPAK për arrestimin e Belinda Ballukut. Opozita mbështet kërkesën e SPAK, ndërkohë që Partia Socialiste do të vendosë qëndrimin e saj në mbledhjen e grupit parlamentar që do të zhvillohet të njëjtën. Pas mbledhjes së Këshillit për rregulloren, mandatet dhe imunitetin,
Procedura për shqyrtimin e kërkesës së SPAK për marrjen e autorizimit nga Kuvendit për arrestimin e Belinda Ballukut hyn në një fazë procedurale vendimtare, ku pesha juridike ndërthuret fort me qëndrimet politike. Këshilli nuk merr vendimin përfundimtar, por përgatit raportin dhe rekomandimin që i paraqitet seancës plenare të 5 marsit, ku ligjvënësit me votë thon fjalën e fundit. Opozita ka deklaruar se mbështet kërkesën e SPAK për arrestimin e socialistes Balluku, ndërkohë që Partia Socialiste do të marrë vendimin final në mbledhjen e grupit parlamentar që do të zhvillohet para ditën e së njëjtës në Pallatin e Brigadave. Gjithësyt janë drejtuar tek vendimi që do të marrin socialistët. Megjithatë, marrë shkas nga qëndrimet e palëve në Këshillin për Imunitetet, duke qartë se palët do të shkojnë në seancën e 5 marsit me 2 raporte. Socialistët kanë theksuar në Këshill se masa e parë, ajo e pezullimit nga detyra e Ballukut është e mjaftueshme, çka shtyn të besohet se do të rrëzojnë kërkesën e prokurorisë së posaçme. Në rastin kur refuzohet kërkesa e SPAK, Belinda Balluku do të vijojë të jetë deputete e Kuvendit të Shqipërisë, ndërkohë që SPAK nuk do të mund të vijojë aksionin penal për arrestimin, por asgjë nuk e ndalon të vazhdojë hetimet. Çështja mbetet e hapur dhe mund të rikthehet në Kuvend nëse paraqitet një kërkesë e dytë, shoqëruar me prova të reja. Skenari i refuzimit të kërkesës së SPAK me siguri do të shoqërohet me tension të lartë politik, si dhe debat publik mbi balancën mes mbrojtjes së një deputete socialiste nga majoranca parlamentare të cilës i takon dhe luftës kundër korrupsionit. Po ashtu, nëse do të ndodhemi para një vendimi refuzues të parlamentit ndaj kërkesës së SPAK për arrestimin e Belinda Ballukut, mbetet për tu parë edhe reagimi i partnerëve ndërkombëtar, kryesisht të Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të Bashkimit Evropian, të cilët kanë mbështetur fuqishëm SPAK dhe kanë nënvizuar se procesi i integrimit evropian kalon përmes luftës kundër korrupsionit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka kërkuar edhe sot dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, pasi emri i tij përmendet në mega afera. Në një konferencë me gazetarët në Selim Blu, Berisha u shpreh se në raportin e vitit 2014 ose Odir, derisa Rama ka të depozituar në banka offshore 200 milionë euro. Sali Berisha akuzon Edi Ramën se ndryshimet ligjore për të penguar pezullimin e ministrave të qeverisë ose kreut të saj nga SPAK është një mbrojtje që kryeministri po siguron për veten e tij. Kreu i PD-s paralajmëron se socialistët nuk do të lejojnë heqjen e imunitetit të Ballukut. Përpjekjet e Edi Ramës për të përdorur Spari Lubin si parzmore, për të mbrojtur Lubin, për të mos i hequr imunitetin, për të mos e shkarkuar, nuk janë gjë tjetër vetëm përpjekje për të mbrojtur veten e tij. Akoma më skandaloze, po kaq skandaloze janë përpjekjet e tij për të ndryshuar ligjët, për shkelmuar kushtetutën, për të cilësuar si persona të pa pezullueshëm, edhe ata të cilët në seri i pezullon vetë kushtetuta. Lideri i PD-s thekson se në dosjen e Ballukut del Edi Rama. Në dosjen Balluku, nga 6500 mesazhe, 3800 janë të Edi Ramës. Në një aspekt, Balluku është thjesht një shërbëtor e tij. Mirë t'i bëhet, por dosja më e tmerrshme, më pa shembull, është Akshi. Akshi me të cilin Edi Rama plaçkiti nëpërmjet Bazhanakut me qindra tendra sekrete në kundërshtim me ligjin, qindra milionë euro. Edhe ndërkombëtarët sipas Berishës kërkojnë që Balluku të përballet me drejtësinë pa imunitet. Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian, Parlamenti Evropian, vendet më kryesore të Bashkimit Evropian kanë folë qartë para shqiptarëve. Asnjë pengesë drejtësisë shkarkohet Lubi Balluku të hiqet imuniteti. Berisha bëri thirrje për pjesëmarrje në protestë. Nënkryetari i Këshillit Bashkiak të Tiranës, Dorian Teliti, në një konferencë për mediat ka denoncuar skandalin në Këshillin Bashkiak të Tiranës. Teliti thotë se janë bllokuar punët në Këshill dhe se prej 32 muaj nuk ka komision financiar, nuk ka konsultime publike dhe se po bëhen vendime të fshehta kundër qytetarëve. Dorian Teliti, nënkryetari i Këshillit Bashkiak të Tiranës, e ka cilësuar një skandal dhe alarmante në të njëjtën kohë faktin që Këshilli Bashkiak i Tiranës po blokon punën për funksionimin e kryeqytetit. Në një deklarat për mediat nga Selia Blu, Teliti tha se prej 32 muajsh, majoranca në Këshillin Bashkiak e ka kthyer shkeljen e ligjit në praktikë të përditshme, duke mos zbatuar ligjin dhe rregulloren e brendshme. Prej 32 muajsh, rregulloria e brendshme e Këshillit Bashkiak interpretohet sipas interesit politik të momentit të majorancës socialiste. Projektakte që dërgohen pak ditë para mbledhjes
në shkelje të afatit minimal 10 ditor, duke minuar kështu të drejtën e qytetarëve për të informuar dhe për të reaguar mbi këto propozime të njëanshme të mazhorancës socialiste. Është bllokimi i ngritjes së Komisionit të Brendshëm Financiar nga ana e mazhorancës socialiste në Këshillin Bashkiak. Ligji e detyron ekzistencën e këtij komisioni. Rregulloria gjithashtu e parashikon qartë ngritjen e tij. Teliti rendi dhe disa pyetje në lidhje me bllokimin e ngritjes së Komisionit të Brendshëm Financiar. Pse refuzojnë ta përfshinë në rend ditët të mbledhjes që do të zhvillohet pas nesër ditë e njëjtë ngritjen e këtij komisioni? Nga çfarë fshihen? Pse kanë frikë nga transparenca që do t'i bëjmë neve, buxhetit të Tiranës? Dorian Teliti u bëri thirrje këshilltarëve socialistë të heqin dorë nga urdhrat politik, shkeljet e ligjit, braktisja e qytetarëve dhe sipërmarrjes së Tiranës. Zbardhe dëshmia e Laureta Buçpapajt në lidhje me ngjarjen ku mbeti i vrarë Egli Pashollari pas ditën e 20 shkurtit në Tiranë, ndërsa bashkëshorti i saj Gazmend Buçpapaj është shpallur në kërkim si dyshuar për krimin. Ajo ka rrëfyer dinamikën e konfliktit të nisur për bllokimin e rrugës me makinë, përplasjen fizike me viktimën dhe largimin e mëvonshëm nga vendi i ngjarjes. Zbardhe dëshmia e plotë e Laureta Buçpapaj dhënë në polici pasi bashkëshorti i saj Gazmend Buçpapaj u shpall në kërkim si dyshuar për vrasjen e Egli Pashollarit pak ditë më parë në Tiranë. Ajo ka rrëfyer se rreth orës 15:05 minuta të 20 shkurtit, pasi ka përfunduar orarin e punës, është larguar prej andej me automjetin tip Audi që drejtohej nga burri i saj. Laureta Buçpapaj deklaron më tej se gjatë lëvizjes në zonë është krijuar një situatë tensioni pasi një djalë i ri me makinë ngjyrë gri kishte bllokuar rrugën dhe bashkëshorti i saj i ka rënë poris për ta sinjalizuar që ta lironte. Dëgjuam se shoferi i mjetit na ofendoi me fjalë të rënda nga familja, por nuk reaguam dhe vijuam rrugën. Në vijim para nesh ishte po e njëjta makinë që po lëvizte shumë ngadalë. Bashkëshorti Gazmenti era boris dhe makina gri para nesh ndaloi, ka deklaruar gruaja. Sipas saj, nga mjeti gri dolën 3 persona që ishin afruar atyre, ndërsa dolin nga makina edhe bashkëshorti i saj Gazmend Buçpapaj dhe kishin nisur të goditeshin me grushte. Ajo ka rrëfyer se nuk e ka parë momentin kur bashkëshorti i saj e ka qelluar të riun me thik, por ka rrëfyer se një thik me palosje, ai e mbante në makinë dhe me të mund ta ketë goditur. Pas krimit, çifti i bashkëshortëve u larguan menjëherë prej andej dhe rreth 50 metra larg vendit të ngjarjes kanë braktisur automjetin. Kamerat e sigurisë në zonë kanë fiksuar teksa ata largoheshin në këmbë për në drejtim të rrugës së Kavajës dhe kanë marrë një taksi dhe kanë shkuar në banesën e tyre në zonën e Sharrës. Bashkëshorti Gazmend Buçpapaj ka ndërruar rrobat, bluzën dhe pantallonat dhe është larguar nga banesa në këmbë, pa marrë me vete telefonin e tij dhe nuk ka më dieni për të se ku ka shkuar, ka pohuar ajo më tej. Që pas vrasjes së 31 vjeçarit Egli Pashollari, autori i dyshuar Gazmend Buçpapaj vijon të jetë në kërkim nga policia. Vjoj mëtej ndonë se gjykata nuk e bllokoi diellën si ministra aktoria Anila Bisha thot për News 24 se ajo do ta ndjek çështjen deri në fund, ndonë se ministria vazhdon të ketë imazhin e aktores Anila Bisha, thot se çështja kalon në gjykimin me themel. Aktoria Anila Bisha, imazhi dhe zëri së cilës është përdorur për t'i dhënë jetë avatarit diella, tashmë e shpallur ministre e qeverisë. Ka reaguar për News 24 pasi gjykata vendosi mos pezullimin e diellës, ndërkohë që ajo ndjek procesin gjyqësor me shtetin shqiptar. Ky gjyqi ishte vetëm për bllokimin e diellës ministre deri në përfundim të gjyqit. Këtë gjykata si duket nuk e ka vlerësuar si emergjente dhe çështja kalon në gjykim me themel. Sigurisht, unë do ta ndjek këtë çështje deri në fund. Më nëntëshkurt, aktoria bëri një kërkesë për sigurim pa dije, duke kërkuar të mos përdoren të dhënat e saj personale, imazh dhe zë, që lidhen me krijimin e avatarit të ministres për inteligjencën artificiale deri në përfundim të procesit gjyqësor. Ajo ka ngritur padi ndaj kompanisë Apel, Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit Akshi, Këshillit të Ministrave dhe Kryeministrit. Me arsyetimin se i është shkaktuar dëm i madh, i menjëhershëm dhe i pakthyeshëm, Bisha, e cila kishte rënë dakord për përdorimin e të dhënave të saj
si asistente virtuale për shërbimet në Albania e nisi procesin kur të dhënat e saj u përdoren për avatarin e ministrës pa dhënë ajo miratim dhe pa respektuar as kontraten që ajo kishte me Albanian. Arsyetimi i Bishës dhe avokatit të saj është se aktualisht aktorës janë sekuestruar të dhënat personale si imazhi e zëri që përbojnë tiparet e jashtme identifikuese të saj dhe duke përdorur në kundërshtim me ligjin kanë krijuar një duplikat digital të paditëses. Kjo nën kupton se portreti i saj mund të bllokohet për shumë gjëra që ajo mund të bëjë si aktore. Ukraina shënon sot 4 vjetorin e ndërhyrjes ushtarake ruse. Në këtë ditë një sër liderësh europian kanë mbërritur në Kiev për të ofruar mbështetje për popullin Ukrainës. Krerët europian si von der Leyen dhe Antonio Costa u takuan me presidentin Zelenski, ndërkohë Moska akuzoi Britaninë dhe Francën se po synojnë të pajisin Kievin me një bombë bërthamore. Ukraina shënon këtë të martë 4 vjetorin e ndërhyrjes ushtarake ruse, ku një sër liderësh europian kanë mbërritur në Kiev për të shënuar këtë përvjetor dhe për të ofruar mbështetje për popullin e Ukrainës. Ishte presidentja Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, e cila mbërriti e para për të takuar presidentin Zelenski, më pas ishte radha e presidentit të Këshillit Europian Antonio Costa dhe liderëve të tjerë europian të cilët u takuan në qendër të Kievit me drejtuesit Ukrainas. Rusia kreu sulmin ushtarak në Ukrainë më 24 shkurt 2022, duke e quajtur atë operacion special. Kombet europiane shpresonin të dakordsoheshin për një paket të re sanksionesh kundër Rusisë, si dhe për miratimin e një kredie prej 90 miliard eurosh për Ukrainën, por Hungaria, e cila mban lidhje të ngushta me Moskën, vendosi veton për të dyja. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski ka pranuar se 55.000 ushtar ukrainas janë vrarë që nga viti 2022. Sipas OKB-s, rreth 6 milion ukrainas jetojnë aktualisht si refugjat jashtë vendit. Ndërkohë shërbimi i inteligjencës i jashtme të Rusisë, SVR, akuzoi Britaninë dhe Francën se po përgatiten të pajisin Kievin me një bombë bërthamore, një pretendim i bërë pa dhënë asnjë provë. Në një deklaratë lëshuar të martën, agjencia tha se 2 vendet europiane dyshohet se po ndiqnin këtë veprim për të forcuar pozicionin negociues të Ukrainës në luftën kundër Rusisë. Planet të tilla jashtëzakonisht të rrezikshme nga Londra dhe Parisi tregojnë se ata kanë humbur ndjenjën e realitetit, theksoi SVR, duke shtuar se vendet gaboheshin që besonin se mund të shmangnin përgjegjësinë. Zyrtarët ruse përqafuan shpejt deklaratën me Këshillin e Federatës së vendit, që i bëri thirrje Këshillit të Sigurisë së OKB-s dhe Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike të hapnin një hetim. Meksika ka dislokuar 10.000 trupa për të vënë në kontroll situatën e shkaktuar nga përleshjet mes bandave të drogës dhe policisë pas vrasjes së kreut të kartelit të kokainës Selmencho. Lajmi për vdekjen e tij shkaktoi dhunë me antarët e kartelit që bllokuan rrugët në 20 shtete dhe dogjën automjete dhe biznese. Gjatë përleshjeve, të paktën 27 antar të forcave të sigurisë mbetën të vrarë. Meksika ka dislokuar 10.000 trupa ushtarake për të vënë në kontroll situatën e shkaktuar nga përleshjet mes bandave të drogës dhe policisë pas vrasjes së kreut të kartelit të kokainës Nemesio El Mencho Seguera. Lajmi për vdekjen e tij shkaktoi dhunë me antarët e kartelit që bllokuan rrugët në 20 shtete dhe dogjën automjete dhe biznese. Gjatë përleshjeve, të paktën 27 antarë të forcave të sigurisë, 46 të dyshuar si kriminal dhe një civil u vran, raportuan autoritetet meksikane. Një rratisje nga burgu në Jalisco pa të paktën 23 persona të rratiseshin kur burgu i tyre u sulmua me një breshëri të shtënash nga grupet kriminale, sipas sekretarit të sigurisë së shtetit. Banorët e friksuar u fshehen dhe turistët u strehuan në hotelet e tyre, ndërsa antarët e kartelit vazhduan të shkatëronin gjithçka për vrasjen e liderit të tyre. Në kryeqytetin e shtetit të Jaliscos, Guadalajara, shkollat mbetën të mbyllura dhe shumica e transportit publik u pezullua. Radhë të mëdha u formuan jashtë dyqaneve të vogla që mbetën të hapura. Dhuna e fundjavës përfshiu edhe qytetin turistik të Puerto Vallarta, i njohur për turistët amerikan. Paralajmërime udhëtimi nga Britania, Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara u lëshuan si pasojë e kësaj. 10 fluturime amerikane dhe kanadeze u anulluan drejt Meksikës. Trazirat e fundit në Meksik janë përhapur dhe në qytete
ku në qershor do të zhvillohet Kupa e Botës në futboll, duke rrezikuar seriozisht organizimin e ndeshjeve. Ishte kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, teksa për të tjera zhvillime, ju ftoj të ndiqni faqen e balkanue.com për informacione nga vendi, rajoni dhe bota. Bashkë, miru takofshim.